kam takuar 3 herë Recep Qosen. Një herë në Vuthaj, në shtëpinë e prindërve të tij, dhe nga i kam dhuratë një si pjatë drurit, të cilën e kam në dhomë të gjumit dhe jo të çelsat, jo ndonjë gjë që më duhet gjithmonë kur e heq prej doret. Kam një mbules sofra tavoline te ajo e bukës, dhuratë prej tij, dhe e kam takuar 2 herë në shtëpinë e tij në Prishtinë. Një nga këto herë morëm edhe na çoi në një restorant ku na sapo i kishte vdekur bashkëshortja, që ai e çmonte shumë. Dhe ishte një çudi për mua që një burr, qofsha është bajagi i gjatë, ndër ishte, më them, pak a shumë niveli im. Unë jam 1,90, ai në atë moshë ishte pothuajse sa unë, nipin e tija, i cili flinte te ai dhe rrinte me të, ishte, si më thënë, murgu i trashëgimisë së tija. Unë gjitëm lart e studioja e tij, ku ka dhe foton e fundit, dhe ai kishte një problem sepse vila nuk e mbante dot peshën e librave të tij dhe i duhet ta rikonstruktonte. Vilën ta përforconte. Sepse kishte një bibliotekë që zakonisht, domethënë dhoma të tëra të mbushura 4 faqet e murit. Çuditërisht një burr shumë elegant, për mua, që prisja gjithmonë ai është si një masiv shkëmbor, po ta shohësh tipik i Vuthajve, i zonës sonë të Veriut, i cili mendoj që aty është raca më e bukur shqiptare, se është akoma e paprekur. Dhe unë kur kam shkuar aty jam mahnitur nga femrat e jashtëzakonshme, për nga bukuria dhe nga meshkujt të gjatë, me kom të gjatë, atletik të gjithë të tyre. Një burr shumë elegant, çuditërisht nuk e hante vajin e ullirit, megjithëse ka qenë edhe një herë tjetër, po unë fola për herë që e kam takuar në Kosovë dhe në Vuthaj, po e kam qenë me të edhe në Vlorë dhe ai nuk e përdorte vajin e ullirit, sepse nuk e njifnin zona në kohën përpara viteve 90. Njëri shumë i përkohur në të ngrëna në të pirë, po duhet të them që ai me gruan kishte një raport të jashtëzakonshëm dhe thoshte që nuk ndjehe mirë sepse ajo më kishte marrë çdo vestimin dhe ishte në funksion të Qosas. Pastaj unë atje e kam njohur që nga libri që thonë dhe shkërkojnë kosovarët, artikujt e tij, që botuan disa volume përpara viteve 90 kur filluan demonstratat. Kam lexuar dhe unë. Edhe ajo që pikërisht dhe më bëri përshtypje ai citati që ti citove nga thënia e Qosës, nga një citim po i Qosës, që ajo që më ka bërë përshtypje është ndershmëria e tij intelektuale për të pohuar gabimet edhe për të korrigjuar jetën e tij. Për shembull, në raport me historinë e Shqipërisë, ta them, ai ka pasur mendime të ndryshme për kohë të ndryshme, për shembull. Këtë vlerësoj, prandaj thash që është intelektual. Pikërisht këtë vlerësoj që në momente të caktuara ti do bësh një rivlerësim 30 vjeç me 32, masi të kara jeta ndryshe, nuk është i njëjtë rivlerësim i jetës. Eksakt. Edhe kur je ku rafsha mos u vrafsha, që e bën 100 metërshin o 10 sekonda, je ndryshe nga ai që shikon dhe bën tifozllëk të tjerë dhe fillon pastaj një moment që edhe gjykon të tjerët ku bën gabime ku. Për shembull, ka bërë përshtypje qendrimi i tij për Enver Hoxhën, ku në fillim ka qenë kritik, megjithëse ai ka qenë ndër njerëzit që është ftuar më shumë në kohën e monizmit, përrinte për kohë gjata në Pogrades, në Durrës, në vilat qeveritare, është autor i drejtshkrimit, Kongresit drejtshkrimit, delegat. Por më vonë pastaj në një intervistë të tij ai thotë që vetëm 2 udhëheqës properdimor ka që e modernizuan Shqipërinë, janë Fanoli dhe Enver Hoxha. Fanoli spati kohë, Enver Hoxha pati kohën vetë që dhe la një vend perëndimor kur i me koncepte, sjellje e gjitha. Por më bënte përshtypje edhe ndershmëria e tij në gjykimin e të gjithë udhëheqësve, qoftë UÇK-s, Albin Kurti. Për shembull, kur Albin Kurtin të gjithë e shikonin si fenomen egzotik, ai kishte një mendim të vetin të konsoliduar.
E të tjera, të cilin edhe mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Pastaj mendoj që përfundimisht e rrëzoi vdekja e vajzës, e cila ndodhi në gushtin e kaluar, pikërisht nënës nipit. Ai kishte një lidhje, se ka 2 vajza, një lidhje shumë të ngushtë me vajzat e tia, dhe mendoj që ajo e rrëzoi përfundimisht. Dhe ajo që duhet të them dhe që ta mbyll, pastaj kalojmë në tema të tjera. Unë mendoj që ky ishte ndër rilindasit e fundit, po kishte diçka më tepër se rilindasit. Sensin e autokritikës dhe duke mos qenë monument, duke qenë ende mishe kocka, neve kishim mundësit edhe ta shijonim. Sepse rilindasit në një farë mënyrë edhe për shkak të nevojës së një kombi për të krijuar mite, ne i kemi mermerizuar, i kemi në mermer dhe nuk ndërsa kishte. Ajo që duhesh bërë, për këto figura, ajo që duhesh bërë. Te ky kishim luksin që edhe ta kritikonin sepse ishte gjallë. Edhe me që e dëgjonim duke folë, mendojmë që kemi byllë dhe me kritiku. Kjo është... Këtë kemi me gjithë ne. Këtë kemi me gjithë. E kemi me gjithë. Ajo që do shtoja, ose ndoshta do mbyllem me këtë, është fjala intelektual. Sepse në një intervistë ti vura re që foli për intelektualizmin, tha intelektualet duhet flasin. Tani unë mos ma mori për keq qosje, atje e latë ku është, por unë e kam studiu dhe këtë pjesë në intelektualizmit, në ka grupim që vuan në një sistem tillë është intelektuali. Pra që nga vitet 90, gjë e pa që u bë në vitet 90 që i kam bërë një zbërthim për njeriun, jo vetëm për kombin, është që intelektuali dhe nga bisedat që kam bërë me historian, njerëz të mrekullueshëm, e kam vënë re këtë që intelektuali ishte njeriu më i pambrojtur i viteve 90. Sepse ai do shiste vetëm iden. Unë mendoj që e lanë me qëllim ashtu të zhveshur në mënyrë që ai të shitej. Ashtu. Po ashtu është, intelektuali përgjithsisht është një njeri. Po e thot edhe shumë bukur qosja, thot, ndoshta për shkak të kushteve të vrazhdë, thot, kam mbajtur edhe qëndrime që duhet të më gjykoj historia. Po pra. Por ndershmëri intelektuale është zakonshme. Por ajo që qosja kërkonte nga intelektualet, këtë po them sepse si gjeti do qosja intelektualet, është se ka nevojë për çapën e bukës. Ka nevojë sepse s'kan pasuri tjetër përveç fjalës. Dhe atë fjalë ja blen shumë mirë. Po të shofësh veprat e para të ish intelektualëve tanë, janë sponsorizuar nga Soros, janë sponsorizuar nga ato që këtu ai të ha fjalën, të ka ble qysh në vëllimin e parë. Do në momentin, unë kam folë me historian, me njerëz të letrave, dhe në momentin që ai ta ka ble, do më thënë, bukën e ditës, jo gjithë tjetër, mos të në atë bukën 5 vjetë, që sa ka qenë atë ta ka ble ai. Në 91 s'kemo fjalë tata. Amarido. Dhe kjo ndodh, që ta mbyll, kjo ndodh. Jo, në fakt sa po desha ta zgjera, ta hapë. E zgjerojmë sa duash. Po të mbyllun mendimin tim, kjo është fatkeqësia më e madhe që ka ky sistem. Dhe sot tek kësaj dite, unë kam vështirësi në komunikim në Shqip, pasi të vetëm intelektual që mund gjesh është ata njerëz që nuk flasin Shqip dhe që se më thënë kanë bërë një jetë dhe kanë bërë një autogol ose një si më thëmë të revizionim të vetes. Dhe këto janë figurat më të bukura që ka bota sot, nga cilët mund të marrësh, por kanë pas luksin. E ka bërë dhe ka dhe reja, rivlerësimin e vetës. Lese gjyno. A ti s'është problemi? Lese gjyno. Më ka marrë malli të lexoj Donin e qetë Sholohovit, i cili është Mim Nobel dhe thretit i Stalinit. Është histori shumë e bukur. Edhe thot, shiko, ke një personazh shumë simpatik aty, thot. Po e ke lënë kulaki, thot. Mbasi kishte lexuar o do shkrimin o botimin e parë, nuk e vënë ai. Thot,
futen kooperativi, thot, në Kolkozi, thot, bë. Nese, vazhdon, bën votimin e dytë, prapa i kishte mbetur reaksionar. S'futin kooperativ. Prap Stalini. Thot, Stalini, jam duke thonë Salini, jo Sali Berisha. I thot, atë personazhin e thot që më pëlqen shumë, e thot, ala e le reaksionar, nuk e futen Kolkoz, nuk ndigjon më burr, nuk ndigjon të futen. Është bukur fare. Është bukur fare. Kjo është ndërhyrje intelektuale.